Do të bëj dasëm shumë të madhe Erik Fullani dhe Sara Hoxha drejt martesës. Erik Fullani, nga personazhet më të komentuar të showbizit shqiptar, ka bërë një deklaratë që ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale. Në një intervistë për Mira Kazhani, ai u shpreh se tashmë ka vendosur të ndryshojë dhe të përqendrohet tek stabiliteti në jetën personale. Kam vendosur të bëhem çuni mirë këtë herë, dua të martohem, do bëj dasëm shumë të madhe, kam gjetë edhe vendin, por nuk e them se kam hall se ma marrin, tha Fullani me humor, duke lënë të kuptohet se planet për martesë janë serioze. Me sa duket, raporti me Sarën është drejt finalizimit me martesë. Ata janë parë disa herë në dalje publike dhe evente të ndryshme, ndërsa fotot dhe vendet që frekuentojnë kanë lënë të kuptohet lidhjen e tyre. Megjithatë, Fullani e ka zgjedhur të mos zbulojë detaje konkrete duke ruajtur misterin rreth vendit të dasmës dhe identitetit të vajzës. Sara është nënë e një vajze, fryti një marrëdhënie me Ledri Vulën dhe deri tani nuk ka komentuar mbi raportin me Erikun, por duket se ka gjetur lumturinë.